Tash ka një grindje për shkak të listave të hapura dhe paknaqësish ke Partia Socialiste, që janë shfaqur. Gjila Medi e shfaqin në një farë mënyre, të tjerë kanë shfaqur. Mendon se do të krijojë probleme Ramës kjo? Po shkurtimisht. Ma kam bërë pyetje të tillë dhe kam thënë, shif analizën dhe pastaj të kuptojmë përse Rama e bëri aktin. Rama dihet tani që është hegemoni i Partisë Socialiste. Është një figurë që është vendimarrëse dhe ka të gjithë pushtetin absolut për të bërë çfarë do qefi në kuptimin ekstrem po e trajtoj unë, për të bërë në Partisë Socialiste. Duke përjashtuar ndërgjegjen e tij që sa më tepër ai të jetë arrogant Partisë Socialiste, aq më tepër i prish punë vetes, ai duhet të jetë në një pozicion që pushtetin e vet ta vërë në funksion të unitetit dhe të bashkimit të Partisë Socialiste. Këtë gjëra më e di mjaft mirë. Pushteti i Ramës nuk ja cënon njëri. Ju keni dëgjuar për të dytë, për të tretë, nuk ka dytë të tretë. Nuk ka, këtu jam Ka dakord. Rama, ka dhe 100 vende poshtë dhe pastaj po të la vend Rama je i 103-i, i treti, Pra, nuk diskutohet kjo gjë, po Ramës i intereson uniteti. Dhe tani, në debat thash, që pengonte Ramën që të mirëte Gjylameti në telefon dhe t'i thonte goc, mos guxo të bësh ankimim. E bënte një gjë të tillë? Absolutisht e bënte. Dhe do guxonte Gjylameti t'i thonte Ramës ku pyesun për ty, do ta bëj? Natyrisht e bënte. Pra, Rama, në mënyrë të fshehtë, në një komunikim normal siç ndodh në çdo vend, se s'është rasti i parë ku kryeministri ose kryetari i partisë është edhe TPD-ja, është edhe TPS-ja, është edhe PL-ja, ku duash i ke këto, dihet hegemonia në këtë rast. E merr drejt për drejt dhe i thot stop. Dhe procesi bllokohet. Po Rama e bëri publike. Pse e bëri publike tani? Dhe analiza në faktin pse e bëri publike është debati më i madh. Dhe këtu analiza e publikimit të Ramës lidhet me artikulimin e tij. Ai foli për fytyrë. Dhe ai tha që uniteti i Partisë Socialiste është baza e suksesit të Partisë Socialiste. Organizimi i qëndrueshëm dhe idealist në Partisë Socialiste është baza. Çdo frym konfliktuale që futet cënon atë që është thelbi dhe baza e Partisë Socialiste. Dhe këtë mesazh ja dha të gjithëve, ja u dha pa përjashtim të gjithëve. Për Ramën nuk ka interes lufta e individit. Nuk kanë interes individët, po ka interes ajo fytyrë. Ka interes ajo pamje dhe faqe absolutisht e unifikuar e Partisë Socialiste. Ne kemi debatuar dhe unë kam thënë, Partia Socialiste është një ambar i cili rekordon aktivitetin e kujdo. Dhe nuk le askënd i cili punon për Partinë Socialiste jashtë rreshtit siç bën Sali Berisha, i cili dy persona të cilët ishin një imazh më pozitiv që do të kishte Berisha. I goditi se si nuk e intereson. Nuk e bën Rama një gjë të tillë. Bile Rama bëri një gjë tjetër, që në ndryshim nga 35 vjet që kemi ne, reformoi Partinë Socialiste me 50 kusur veta të rinj tani. Ky është revolucion vetvete. Dhe ky revolucion u imponua nga Rama. Dhe kur ne bëjmë këtë lloj analize, nëse Rama është diktator apo jo, them priti çik. Po me diktaturë i vendosi 50 veta. Por kur shoh 50 veta të cilët sjellin një parti socialiste të gatshëm pas 4 vjetash që të jetë absolutisht e lëvur, me rezerva ti presim të shohin. Edhe një herë. Presim të shohin se janë njerëz që nuk thonë jo dhe këtë ka vujt politika shqiptare. Deri më sot kanë hyrë njerëz, mund të jenë shumë të mirë, mund të jenë shumë të aftë, por duhet presim të shohin. Se Zekineja pa fillu akoma u bë histori. Atëherë një stop them unë. Jemi përpara një revolucioni në kuptimin e perceptimit. Sepse ishte e thjesht fare, nuk lëvizte askënd. I kishin provuar. Fosilizim. Jam dakord. Pra, në qoftë se ballafaqojmë fosilizimin e sigurt me pritshmërinë që këta njerëz të evidentohen dhe të ecin, po mos haro. Shansi dhe fati lidhen me oportunitetin, me ofertën. Padyshim.